Raif Qavolli është një ndër emrat më të përfolur të mjekësisë në Kosovë. A e dini pse? Ky zotëria ka studiuar shumë, ka kryer studime të mjekësisë në Universitetin e Prishtinës për t'i vazhduar në Universitetin e Sarajevës dhe më pas në Universitetin Anadolu në Turqi. Në vitin 2005 përfundoi specializimin në kirurgji kardiovaskulare në Universitetin e Ankaras. Dr. Raifi themeloi klinikën e kardiokirurgjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në vitin 2013, ku realizoi operimet e para kardiokirurgjike me ekipe vendore. Dr. Raifi është kardiokirurgu i pari licencuar në Kosovë dhe pioner i kirurgjisë së aortës torakale në vend. Ai ka kryer mijëra operime kardiovaskulare dhe është autori i 10 publikimeve ndërkombëtare dhe vendore. Aktualisht është në proces të marrjes së titujve të tjerë të shkencave kardiovaskulare në Turqi. Ka dhe shumë për të thënë, por sigurisht se po ndalemi këtu, sepse kemi përballë një person, një njeri i cili ka një bagazh të madh mbi supet e tij. Faleminderit shumë që jeni me neve, Dr. Raif Qavolli. Faleminderit për ftesën, Paulin. Jam shumë i lumtur që gjendem mesin e juaj. Shpresoj që do kemi një bisedë shumë të lezetshme. Patjetër se do e kemi një bisedë shumë të lezetshme, sepse po flasim për një person i cili ka studiuar dhe punua shumë në fushën e tij dhe sigurisht ka shumë për të na thënë. E kjo ndihmon profesor dhe doktor, në edukimin e masës, sepse është shumë e rëndësishme që bashkë ta edukojmë masën. Fillimisht na tregon se çka bën një mjek kardiokirurg, sepse ekziston një përzierje e atij informacioni se çka është kardiologu e çka është kardiokirurgu. Shqyqom, pa fillu se çka bën një kardiokirurg, do mendoj që duhet të fillojmë nga se si bëhet një kardiokirurg. Një kardiokirurg është një gëshëtim i shkencës, është një me humanizmin, si dhe me shkatësitë të se ti formon gjatë edukimit të tij dhe po ashtu pas edukimit. I cili është normalisht janë të pashmangshme këto të gjitha, se zhvillimi nuk përfundon me specializim, zhvillimi fillon edhe pas specializimit, duhet të vazhdohet. Nëse nga këto 3 gjërat se ti përmenda dështon vetëm njëra, edhe kardiokirurgu do të dështoj. Ne kemi të bëjmë me një profesion, mos them profesion, kjo është më shumë një formë e jetesës, ku ndonjëherë na pyesin se kur e ke orarin e punës, por orari i punës për ne ndonjëherë është inekzistent. Ne jemi pa orar, them prandaj themi se kjo është vetëm një formë e mënyrës së jetesës. Se çka bën? Normalisht bën shumë gjëra të cilat sidomos janë si degë kirurgjisë, kardiokirurgjia, si një prej kirurgjive mund të them pak më vonë e zhvilluar në këto pika që ka ardhur deri më sot, ka ardhur deri te një formë ku ai vetëm nuk mund të funksionojë. Çka do të thotë kjo? Se një kardiokirurg, kur them një kardiokirurg, përveç që duhet ta ketë një ekip të super edukuar, mendoj. Duhet ta ketë përveç ekipës në sallë, ai duhet të ketë edhe një ekip pas operimit, por edhe një ekip shumë të mirë edhe para operimit. Domethënë ku duhet të vlerësohet pacienti në mos them në 100%, po afër 100%-shit, pa e marrë vendimin për operim. Se çdo lëshim që mund të bëhet, në cilën do hallk për këtyre që i përmenda, mund të ketë pasoja të cilat janë në kardiokirurgji janë fatale. Pakthyeshme. Doktor, e kemi dëgjuar shumë shpesh thënien që i thuhet dikujt ta dha zemrën me dy dorë. Dhe kur vjen puna te kardiokirurgu, na me të vërtetë ja dhojmë zemrën me dy dorë. E ndjeni në këtë aspekt, ndoshta bashkë bisedimin apo besimin që pacienti ju jep juve? Po, shqyqon, kjo është një pyetje shumë e vështirë, të them, ndonjëherë ne e përjetojmë shumë vështirë, se ta bindesh një pacient që duhet të operohesh, është pikërisht shumë e vështirë. Ta bindesh për smundjen e cila i ka ardhur, si thënë, nga qielli, pa prit, pa kujtu, dhe është diagnostikuar me një smundje kardiake, të që në denat minut, ndoshta nuk e ka ditur dhe pacienti, dhe ti duhet të marrësh vendimin aty për aty. Dhe ta bindesh atë pacient me vërtetë shumë e vështirë. Por nëse e mendojmë që ky pacient duhet të jetojë, atëherë normalisht ne duhet të mshelim syt dhe të vazhdojmë procedurën. Rrezikshmëria në kardiokirurgji është gjithmonë më e madhe se në kirurgji tjera. Nëse thojmë është 1-2% për një operim basic të kardiokirurgjisë,
në kirurgji tjera nuk është qaq, them në kirurgjitë masive se ka dhe kirurgji mjaft të rrezikshme në degët tjera. Por 1-2% nuk është pak. Kur them 1-2%, nëse themi 99% do shkojnë mirë, një do të dështoj këtu apo në Londër apo në New York e tjerë, ajo vlen edhe për ne, vlen edhe për ata atje. Atë 1% nuk mundem ta eliminoj. Është edhe punë Zoti këtu, është punë atyre. Vendos diçka tjetër, ai nalt e tjetër, se do kush do të jetë në grupin e 99-shit, kush do të jetë në grupin e 1-shit, atë unë nuk e mund ta përcaktoj. Sigurisht. Por shumë e rëndësi kur pacienti e ka këtë besimin se po shkon drejt sallës me një profesionist të dëshmuar si puna juaj. Doktor, çka përfshin sëmundjet kardiovaskulare? Sëmundjet kardiovaskulare përfshin një gamë të shumë të gjërë. Tash, nëse do e marrim nga mund t'i ndaja paka shumë në kardiokirurgji dhe kirurgji vaskulare, po specializimi im ka qenë si kirurgji kardiovaskulare, kur përflinim edhe një gamë më të gjerë të kirurgjisë pra vaskulare, po do ndalesha sot vetëm në kardiokirurgjin, mund të ndaja në 2 grupe, në kirurgjin adulte të rriturit dhe kirurgjin pediatrike, kardiokirurgjin pediatrike të fëmijët. Ndonjëherë dhe këto mund të gërshëtohen njëra me tjetrën. Do të thonë ke patologjitë që jo pak i vërejmë në Kosovë, ku ka adultët të rriturit, kanë patologji kongenitale dhe ai nuk e ka ditur dhe jeton me atë. Dhe diagnostikohet shumë vonë e tjera. Tash, nëse ndalim të adultët, mund të ndaja në 2 forma. Një është ajo iskemike, që e njohim shumë shpesh, dhe merremi ne më shumë ti me to. Keni ndëgjuar operimet e bypassit, ku nëse dështon apo është e pamundur të vendoset sot një stent e tjerë, atëherë mund të kthehet pacienti në operim në bypass, e cila sot përfshin diku rreth 80% të operime në kardiokirurgji. Përveç saj kemi edhe sëmundje strukturore të zemrës, siç janë valvulat. Po kemi edhe kirurgjinë e aortës, e cila është po ashtu një kirurgji madhore sot, të cilën më vonë mendoj që mund ta diskutojmë edhe këtë, ku kërkohet një bashkëpunim dhe të gjitha këto sëmundje që përmenda kërkohet një bashkëpunim edhe me lëmi tjera. Do të thonë, sot nuk ka kardiokirurg të mirëfill që mendojmë ne. Ka heart team, do të thonë ka një tim kardiak ku merren një grup i mjekëve, do të thonë i përbërë nga kardiokirurg, kardiolog invaziv, radiolog invaziv, të cilët merren me patologji të ndryshme të zemrës dhe tek e fundi problemet nuk zgjidhen vetëm. Do të thonë problemet zgjidhen në formë të një grupi, në formë të ekipit, tim që mund të them më thjesht. Doktor, jo rrallë dëgjojmë të thuhet po më dhem zemra. A dhem zemra? Zemra si organ nuk dhem, po mund të ketë më shumë shpërndarje të atyre çrregullimeve të cilat mund të paraqiten në formë të shpërndarjeve në pjesë të ndryshme të trupit. Zakonisht e përshit në këtë kravatë që e kam unë këtu, në regionin ku është kravata mund të paraqiten simptome. Duke filluar nga nofulla e të poshtë të shkoj pra deri në lukth, në stomak e tjera. Këto janë, për shembull, mund të ketë si një dhimbje diskomfort shumë i thjeshtë, për shembull në gjoks, ndonjë shtrëngim në formë të peshës, zakonisht të sëmundjet iskemike paraqiten. Mund të shpërndahen në krah, sidomos në anën e majt. Mund të paraqiten në formë të vjellurave. Edhe ajo mund të jetë nga simptomet kardiake në situata iskemike, por jo vetëm iskemike, por të gjitha këto janë simptome, janë shenja, janë alarme të cilat ne si mjek kemi obligim të orientojmë njerëzit jo të vinë direkt te kardiokirurgu, po më dhem zemra dhe zgjidh me problemin, po duhet të shkojë te një mjek familjar. Do thonë mjeku familjar, mjeku i lagjës, mjeku i ambulancës e tjerë duhet ta bëjë një ekzaminim shumë të thjeshtë. Ai quhet EKG, pa dhimbje, pa asgjë, dhe mund të orientoj pacientin në rrugë të drejtë. Sigurisht. Doktor, shumë shpesh le të themi e injorojmë trashëgimin familjare, sëmundjet që mund të jenë brez pas brezi. Sa të kujdesshëm duhet të jenë njerëzit të cilët në familje kanë persona të afërm që mund të kenë trashëgimi të sëmundjeve të zemrës?
Nëse do ndalesh në sëmundje iskemike, aty tashmë nuk ka diskutim, këtu është e vërtetuar që trashëgimia është first line, them në këto patologji. Çka do të thotë kjo? Do të thonë të sëmundje të trashëguar. Do të thonë nëse prindi, daja e tjerë kanë pas një sëmundje iskemike, rreziku që të paraqitet edhe tek ne do të jetë gjithmonë më i madh. Qysh në lindje fëmia ka disa, është konstatuar në patologjike shkencore, disa stria, disa shirite në enë të gjakut, të cilët më vonë mund të avancojnë dhe të bënë stenoza. Ngushtimet e enëve, bllokime, të cilët mund të paraqiten pas 40-50 vitesh e tjerë. Dhe këto të gjitha normalisht kanë pasojat e tyre. Kjo është një. Pjesa tjetër që mund ta diskutoja, që shumë pak diskutohet në Kosovë, sidomos janë patologjitë si sëmundja Marfan, sindroma Marfan. Është një sëmundje gjithashtu kongenitale, me çrregullime në një protein të indit lidhor të aortës që quhet fibrilin. Dhe ndoshta keni pa njerëz të gjatë me gishta të gjatë etj. Ta janë pacient, njerëz, mos them pacient, po janë persona të cilët gjithmonë janë të rrezikuar nga aneurizmat e aortës, nga disekacionet e aortës, qarjet, muretjet. Prandaj identifikimi këtyre personave që ishte një kohë kisha dhënë një projekt të tillë, të identifikojmë këtë grup njerëzish dhe në Kosovë, se në 2 milion banor këtu kur paraqiten disekacionet e aortës, minimum duhet të ketë diku rreth 1000 raste të këtyre njerëzve, të familjarëve të tyre. Prandaj identifikimi i hershëm do të thotë parandalimi i hershëm apo parandalimi i sëmundjes, dhe në këtë mënyrë edhe zgjatja e jetës së njeriu, jo të vdes në 40 vjeç, po të vazhdoj të jetojë në gjendje normale. Sigurisht derisa ka mundësi për të përmirësuar situatën. Doktor, më intereson diçka që e kam lexuar dhe unë gjithmonë kur ftoj këtu mjek e kam me rëndësi që të konfirmoj atë që lexojmë, sepse po lexojmë shumë në rrjetet sociale dhe ky doktor Google sikur i ka çrregulluar njerëzit. Marr shembull, kam lexuar të thuhet kështu: nëse gjyshja jote ka pasur sëmundje të zemrës, mundësitë që të trashëgohet sëmundja janë më shumë tek mbesa sesa tek nana në mes. A ekziston diçka e vërtetuar shkencëtarisht që tregon se trashëgimit mund të kalojnë kështu nga brezi në brez në këtë formë, apo thjesht rreziku është për të gjithë? Këtë që e the të parën, kjo është shumë evidente dhe kjo është kjo është e vërtetuar. Kjo nuk flitet, a është as është. Ne tash jemi duke folur për çrregullimet gjenetike, por të cilët janë, ato nuk mund t'i ndryshojmë. Nuk mund ta ndryshosh gjenin. Ata, si të them, e bajshin me shëndet dhe duhet të jemi të kujdesshëm. Por fenotipin mund ta ndryshojmë. Fenotipi çfarë do të thotë? Sjellja jon, stili i jetës, duhani, alkooli, të gjitha pra këto mund të shtohen mbi atë. Prandaj disa gjëra nuk mund t'i ndryshojmë, nuk mund ta ndryshojmë në gjenotipin. Mund ta ndryshojmë fenotipin, mund ta ndryshojmë vetëm sjelljen, po e shohim çdo ditë jemi të stresuar. Duke nisur nga shtëpia, në rrethin ku jetojmë, e deri në punë etj. Gjitha pra këto ndikojnë. Këto janë vetëm faktor rreziku, por janë faktor shumë të rëndësishëm. Duhani, stili i jetës, stresi në punë etj, mënyra të ushqyerit që të kemi shumë të çrregullt, po mendoj në Kosovë me këto yndyrra të brumra të tepruara etj. Numri i lartë i pacientëve tashmë me diabete të tjera sëmundje që besoj që të gjitha ndëlidhen pastaj bashk. Ne po shkojmë pak muzikë të përzgjedhur nga arsimi, por rikthehemi prapë sepse ende kemi shumë për të biseduar me doktorin. Rikthehemi përsëri për të vazhduar bisedën këtu me plot informacione me doktor Raif Çavollin. Çfarënderë kënaqësie doktor të ju kem këtu. Marr parasysh gjithë përvojën tuaj anë kënd botës, sepse unë e di që keni qenë dhe keni marr përvoja mjekësore, jeni edukuar në shumë shtete të zhvilluara. Por doktor, shumë shpesh dëgjojmë të thuhet se ka dështuar zemra. Në gjuhën mjekësore njihet se insuficiencia kardiake, kam përshtypjen. Çka do të thotë kjo? Zemra është një organ, them kështu pak më thjesht, të mundohem është i përbërë nga një
pjesë që njihet si miokard, muskuli i zemrës, i cili normalisht mund të dështohet, si çdo muskull mund të dështojë. Dhe riparimi i tij pothuajse mund të jetë i pamundur, nuk regjenerohet. Dhe kur të dështoj kjo, atëherë mund të paraqiten këto probleme që i thej si insuficiencë kardiake, e cila mund ta përkthejnë në gjuhën shqipe si pamjaftueshmëri. Ende nuk kemi arritur, domethënë në stadin e failure apo në dështimin. Domethënë kjo është një stad para failure, para dështimit të zemrës. E tash ne i ndjekim këtë grup pacientëve, domethënë kur zemra nuk kontraktohet, kjo mund të jetë në forma nga më të ndryshme, mund të kontraktohet mirë, por për shkak të mbushjes së zemrës, që njihet si insuficiencë në diastolike, atëherë mund të paraqiten simptomet, siç kemi thënë më herët, shumë herë kemi përmendur frymëzënje për shkak të kthimit të gjakut në pjesën e mushkërisë, dështimin e zemrës së djathtë ku paraqitet me enjtje të këmbëve, hepatomegali etj. Dhe të gjitha këto janë situata mjaft dramatike, qoftë për pacientin, qoftë për familjarët, po edhe për mjekun. Dikur kur erdha në Kosovë, mendova që duhet ta bëjmë një lloj programi, se këta nuk mund të zgjidhen ky grup pacientëve me 2-3 ilaçe që të mund t'i japim dhe shkon në shtëpi e shifemi. Jo, duhet të ketë një program ku ky grup i pacientëve duhet të trajtohet. Dhe duhet të jetë, po kthehem prapë në atë terminin që përmenda më parë, heart team, ku duhet të përbëhet kardiologu, kardiokirurgu dhe departamente tjera, branche tjera që duhet të mbështesin këta mjek. Pikësparti diagnostifikohet se është me heart failure, çka duhet të bëjmë tani? Normalisht ka disa mënyra që ne duhet t'i trajtojmë. Njëra prej këtyre mënyrave është edhe CRT, domethënë kur mund të vendoset një aparat ku mund ta rregullojë ritmin e zemrës dhe ta rrit ejeksionin fraksional. Prej 30 mund të kalojnë 35, 40 etj. ICD-t mund të vendosen. Domethënë këto të gjitha i takojnë më shumë kardiologjisë invazive, më drejt të them elektrofiziologjisë. Por çka na takon ne tani si kardiokirurg, që i mungon kjo situatë, përkundër këto lloj operimesh që kam realizuar në Kosovë, domethënë ku mund ta bim zemrën në disa raste, jo në të gjitha, në mënyrë kirurgjike, prezërimit të zemrës të bëjmë një zvoglim të zemrës, të dimensioneve të saj. Hapje totale dhe hapje totale, këto operime i kam realizuar në Kosovë, mund të them me një sukses jo të vogël, por a është kjo një zgjidhje? Edhe kjo nuk është një zgjidhje. Kjo është një zgjidhje që mund të dështoj, mund të ketë rrezikshmërinë më të madhe etj. Vendosja e aparatës siç njihen device apo LVAD, RVAD apo BVAD, ku të dyja dhe zemra e majtë dhe djathtë mund të vendosë, këto janë normalisht në aspektin teknik nuk janë operime shumë të vështira, por janë operime të kushtojnë. Atë kushtimin duhet ta merr përsipër shteti. Ne si tatim pagues ne duhet kemi drejtë të kërkojmë nga shteti që këto të gjitha t'i financojë, se janë shumë të kushtueshme dhe nuk mund ti kërkosh pacientit të paguaj për diçka që nuk i takon. I takon shtetit. Kjo është një. Domethënë për LVAD. Pas kësaj vjen mënyra që them më ideale e zgjidhjes së këtyre probleme është transplanti i zemrës. Transplanti i zemrës gjithashtu është në aspektin teknik nuk është një gjë që nuk realizohet, mund të realizohet, por kjo duhet të ketë legjislacioni gjithashtu na bën duhet të ketë legjislacioni që të mangët. Informimin e popullatës e këtë të majtë. Ku do në diku ku lejohet transplanti i zemrës, keni arrit me bo? Po. Qysh është me bo transplantin e zemrës? Transplanti i zemrës është një organ. Ne kemi vetëm një organ. Ka disa format që mund të i në detale, po marrim formën më të përdorur. Normalisht pacienti i cili, themi kemi 2 pacient në këtë situatë, një donor edhe një akceptor, marrësin edhe dhënësin. Dhënësi do e jap zemrën. Tash kush e jap zemrën? Normalisht ai i cili është i vetëdijshëm nuk e jap zemrën. Sigurisht. Zakonisht aty duhet të futet në sistem edhe neurologu që të caktojë që X pacienti ka një vdekje trurore. Dhe ai nuk mund të kthehet, nuk mund të, ama organet tjera i funksionojnë. Dhe prej aty pastaj kalon, merret zemra dhe transplantohet në personin i cili ka smundje që njihet si heart failure.
Tash, kjo nuk i takon vetëm kardiokirurgjisë. Se ky pacient i cili ka vdekje trurore, ky pacient mund të jap disa organe. Ne kemi raste, ndoshta sa dramatike, po janë edhe të lumtura. Sepse po shpëtohet një jetë në anën tjetër. Prej një njeriu po mund të mirën 2 veshke, prej njeriu po mirët zemra, po mirët kornea, e po mirën besa edhe mëlqit e tjerë nëse janë këto normale. Kemi pas raste kur pacienti ka qenë pacienti donor, familjarët normal kishin vendosur për atë punë. Po ishte një niveli social është pak më i lartë. Në cilin shtet bëhet fjalë? Po flas për Turqi, ku shumica e njerëzve e kanë një kartel si ID dhe thotë unë jam donor. Do të thonë pa pyet askënd, ai është donor që në situatën normale. Nëse ndodh aksident e tjerë, ai do ta kesh zemrën tënde në një trup që ka nevojë për të. Doktor, e kam një, le të themi, kurreshtje shumë të madhe. Pacientit të cilit i vendoset zemra e dikujt tjetër, në kontaktin e parë me mjekun, çfarë reagimi ka? Për zotin kam pas disa raste në Turqi ku komunikimet kanë qenë shumë normale. Normalisht kjo është gjithmonë kemi një koordinator. Kemi pas koordinator, ka koordinator të cilët janë aq të përgatitur që merren në psikologjinë e pacientit. Merren edhe me bisedime, do të thonë janë konsulent psikologjik, konsulent social. Merren me familjarët, merren me atë e tjerë. Do të thonë kjo është një ndoshta një temë që mund ta diskutoja dhe shumë kam pas dëshirë që bile në aspektin legjislativ Kosova të kaloj një stad më të lartë, jo të mbetet transplanti është i ndaluar në Kosovë, çka do të thonë është i ndaluar në Kosovë. Kush i ta ndaloni transplantin? Shpëtimi i jetës është ndaluar në Kosovë. Kush? Nëse përkthehet në anën tjetër. Kjo është kur ti po flet për shëndetin e njerëzit, ti po ndalon. Se nuk do të thotë vetëm transplantacionin e bën për ditë. Ne nuk po flasim për trafikim organesh, po flasim për transplant të organeve nga donorët, ata që duan ta donojnë. Po ti transplant jetu zbatu çdo ditë. Transfuzioni i gjakut atë nuk është transplant. Po merr gjakun. Dhe gjaku nuk është në organ, është një ind, po e merr prej tjetër, për çet dikush tjetër. Edhe është transplanti, po më thoj aty. Dhe po shpëton jetë. Po shpëton jetë. Atë ndal dhe transfuzionin më. Po fiks. Po fiks. E drejtë dhe shumë e logjikshme sepse gjithmonë po e bëj një lloj keqkuptimi kur po flas me njerëzit për këtë çështjen e dhënies së organeve apo transplantit të organeve, po kthehen te ajo se çfarë ka ndodhur të kaluara. Ne po flasim për gjëra të cilat do duhet të ishin të përcaktuara me ligj dhe çdo kush që dëshiron, qofsha unë, ju apo dikush tjetër, ta ketë kartelën që në rast se na ndodh diçka, po duam t'i dhurojmë organet tona dhe të shpëtojmë jetën e dikujt tjetër. Doktor, jo rrallë dëgjojmë të rinjt të cilët lajmërohet të kenë pasur infarkt në det. Dhe më ka interesuar shumë shpesh çka po ndodh. Pse ndodh infarkti në det? A ka ndonjë lidhje apo thjesht janë rastësi? Kjo është, keni dëgjuar, tash nuk do thotë vetëm në det, do thotë edhe mund të nxohet në fushë sportive. Keni dëgjuar një sportist duke vrapuar dhe po sportisti është edhe nuk u vërtetu. Ky them pacient kanë disa patologji të cilat janë të pa identifikuara më parë. Qoftë si hipertrofi të ventrikulit të majt, hipertrofi të ventrikulit të majt janë mjaft të rrezikshme, ato duhet të diagnostikohen shumë më herët. Ndonjë do të thonë në nivelin e aortës, values aortale, ndërtë mund të jetë një hipertrofi e cila normalisht gjatë sforcime më të mëdhabile, më të vogla, nuk ka rëndësi ndërmjet sforcimet, mund të shkaktojnë sudden death. Dhe sudden death është kjo ajo që ne mund ta sqarojmë me këtë termin, e cila, do të thonë njeriu nuk është diagnostikuar më parë me një sëmundje kardiake, anë vërtet e ka pasur sëmundje kardiake dhe normalisht përfundojnë zakonisht përfundojnë në mënyrë më them tragjike me humbjen e të rinjve, qoftë në det, qoftë në prandaj ekzaminimet duhet të bëhen të rregullta. Një ekzaminim shumë i thjeshtë mund të ketë shumë si më thon mungesa apo të them patologji, një ekokardiografi më e thjeshtë në kardiake, një ekokardiografi e Dopplerit mund të zbulojë plot gjëra. Prej cilës moshë ndoshta duhet ta vizitojmë më shpesh mjekun, sepse kemi përshtypje në kohën e rinisë që jemi të ri dhe s'kemi probleme.
por ndoshta kur është le të themi ajo koha e artë e përcaktuar për mjekëve që ja, tash e tutje duhesh më shku me qenë më i rregullt. Unë mendoj që tash patologjitë, sidomos patologjitë iskemike, që janë më të shpeshta në këtë situatë kanë zbrit në 30 vjeçar, se bisedoj edhe me kolegë në qendrën klinikë universitare apo diku vinë kardiolog, vinë natën me infarkte 30 vjeçar, 35 vjeçar, domethënë janë patologji nuk pyesin moshë. Edhe zakonisht nëse nuk intervenohet me kohë përfundojnë në mënyrë fatale. Nëse nuk përfundon në mënyrë fatale, përfundon në heart failure. Domethënë vim në zinxhirin circulus viciosus, si mund të thënë atë qarkun magjik, i cili vetëm e shkatron organizmin etj. A mund të përfundojë në mënyrë fatale, por kur një çek shumë i thjeshtë, një eko kardiake, një EKG, një laborator basic mund të nxjerrë shumë gjëra. Sigurisht, dhe neve na duhet ky edukimi i masës për dhe rëndësia e shëndetit publik në kuptimin e asaj që tek të tjerët të paraqisim informatat e sakta. Doktor, dua të ndalim pak edhe te aorta, e përmendëm pak më herët aortën, edhe shumë shpesh përmendet në masë aorta dhe njerëzit nuk është se ja kanë shumë idenë se çka bën aorta dhe cili është dami më i madh që mund t'i bëhet aortës. Çka do të thotë për një mjek kur një pacient vjen me probleme me aortën? Tash aorta është arteria më e madhe në trup. Aorta fillon nga zemra dhe pastaj vazhdon nëpër toraks, në pjesën abdominale dhe prej aty ndahen të gjitha enët që të furnizojnë trupin. Pra, por natyra si natyrë që është super inteligjente të them, së pari e furnizon vetveten, e furnizon zemrën, pastaj edhe shpërndahet në pjesën e sipërme të ekstremitetet e sipërme, në kokë, në pjesën e torakale, abdominale, etj. Domethënë ky mos ta marr si një gyp, nuk mund të them si një gyp, por është një organ tubular i cili normalisht mund të paraqitet në çdo pjesë të kësaj mund të paraqiten patologji që mund t'i ndajmë në dy grupe shumë të mëdha, doja të kombinuara, si aneurizëm, zgjerimi i saj, si dhe disekacion, mund të them disekacion po qarje e saj. E tash, këto të dyjat janë të lidhura, janë të ndërthyrura njëra me tjetrën. Dhe normalisht, nëse një aortë është e zgjeruar, ato duhet ta konstatojmë, ta vërtetojmë me një eko të thjeshtë në pjesën torakale, deri ku mbrin ta shohim. Nëse kemi dyshime, duhet të bëjmë një CT angjut, se jo rrallë e kërkoj unë, e kërkoj prej pacientëve. Se kjo është një sistem. Nëse ka një rritje të shpejt, duhet të kemi shumë kujdes. Sidomos ato në bazë të guideline-eve dihet. Nëse 0,5 cm rritet për vit, ai pacient duhet të jetë i përgatitur për ndërhyrje etj. Ka edhe dikuj që i mbetet me vite, ndjek i pacientë që kanë aortën aneurizmatike, por nuk e kanë nivelin e intervenimit. Prandaj të ndjekim në mënyrë sistem periodike, duke bërë tomografi, edhe në bazë të asaj e marrim vendimet të mëtutjeshme. E tash çka duhet të bëhet në këto? Tash prapë kthehemi në atë nivelin që biseduam më parë, që këtu është hartimi shumë i rëndësishëm. Për shembull, nëse ka qarje të aortës, në cilin nivel është? Në nivelin ascendent, pa ngjitsen, apo në nivelin zbritës descendent? Ndarja e këtyre patologjive apo bëhet vetëm diagnostikimi bëhet me një CT shumë të thjeshtë dhe mbas të asaj dhe merren vendimet për ndërhyrje më të thjeshme. Normalisht në Kosovë janë bërë të gjitha këto procedura, por në çfarë standarde janë tash ne duhet të ulem të diskutojmë mes vete. Qoftë disekacionet, qoftë aneurizmat janë bërë, domethënë këto lloj operimesh realizohen. Por kur vjen puna te rutinizimi i një pjesë të këtyre ndërhyrjeve, ne qalojmë. Si është ajo punë, për shembull vendosja stenteve në aortën descendente, në procedurë që njihen si TEVAR. Janë jetë shpëtuese, një procedurë shumë e thjeshtë, por e kushtueshme, dhe këto kush duhet ta merr përsipër? Shteti jonë që kaq. Mendoj që duhet ta merr përsipër. Kesh të thonë po flenë gjum po s'po them. Jo, unë mendoj që kjo ndonjëherë pak duhet të ti orientojmë. Çka duhet bërë?
se ne të gjithë që jemi në këtë studio, jashtë studios, jashtë, etj, ne jemi tatim pagus. Sigurisht. Edhe unë, si tatim pagus, unë do e kërkoj edhe llogarinë. Së paku trajtim njerëzor. Doktor, e kam një pyetje të fundit. Një tension i ulët i gjakut dhe një tension i lartë i gjakut, çka i bojnë zemrës? Tash më varet, nëse është zemra normale, ka që janë pacient mos them, po janë njerëz të cilët janë mësuar me tension të ulët. E lëm ashtu, po ndoj nuk e shkaktojnë ndonjë problem. Është i adaptuar me një tension 90-100 sistolik e tjerë, kjo për mua, nëse është i adaptuar me lëm, nuk kemi çka të bëjmë aty. Ama nëse është tensioni i lartë mbi 130, aty duhet jemi të kujdesshëm. Tash i ulti i larti, unë mendoj që gjithmonë duhet të koncentrohemi ka i larti më shumë. Por nëse është i ult nga ana e patologjisë primare në zemër, atëherë është diçka tjetër. Pra nëse ka insuficiencë kardiake, failure, etj, tensioni është i ulët, atë duhet të shiqojmë çka mund të bëjmë që tensioni duhet të ngritet, që perfuzioni i organeve tjera të merr veten dhe të mos vijë në një situatë se ky grup i njerëzve nëse ka hipotension mund të shkaktojë multiple organ failure, domethënë ku një farë dështimi jo vetëm të zemrës, por të organeve tjera. Domethënë mëlçis, në kokë, etj. Dhe sigurisht unë kam shumë pyetje të tjera të cilat do doja ti diskutonim këtu bashkë sepse u kënaqa me kaq shumë informacione të cilat janë edhim të dorës së parë të sigurta, nuk janë Google search, janë informacion i pastër dhe i sigurt që popullata qytetari i Kosovës ka nevojë ta dëgjoj. Faleminderit përzemërsisht doktor Raif që ishit këtu me neve. Faleminderit Paulin, faleminderit gjithë ekipës. Jam shumë i lumtur që jam mesin e juaj. Shpresoj që do takohemi prapë. Patjetër që do takohemi prapë, sepse kemi ende shumë tema të tjera për të diskutuar dhe sigurisht kjo është në të mirën e të gjithë atyre të cilët po na dëgjojnë. E unë sigurisht dua të bëj një falënderim për atë që e mundson realizimin e këtij podcasti. Faleminderit Spitalit Fati Em që e gjeni rrugës për në Çaklavica atje ku mund të merrni shërbime mjekësore tashmë të dëshmuara ndër vite me emra eminent të fushave të ndryshme që nga ginekologjia me infertilitet, pediatria, kirurgjia torakale, laboratoria me dëshmuar ndër vite dhe shumë shërbime të tjera mund të kërkoni edhe në rrjetet sociale për me pa më shumë rreth Spitalit Fati Em. Por gjithashtu mos harroni që të bëni follow rrjetet sociale të Glem Radios, Instagram, Facebook, TikTok dhe subscribe në kanalin ton zyrtar në YouTube. E deri javën tjetër, miru dëgjofshim e miru takofshim.